Është zhvilluar në sallën Ali Aslani të Universitetit Ismail Qemali aktiviteti artistik ndalesa e maratonomakut Univlora, narta përmes pikturës. Për rektoren e Universitetit Ismail Qemali të Vlorës, profesor doktor Aurela Saliaj, ky cikël prezantimesh ka për qëllim zbulimin e zhvillimit historik të nartës, por edhe evolimin e këtij komuniteti ndërshekuj. Sipas Saliajt, aktiviteti synon gjithashtu të hedhë dritë mbi historinë e vendbanimit, domethënien e emrit, por edhe ruajtjen e identitetit në shekuj. Mënyra e jetesës, veshja, kultura dhe tradita sipas Saliajt e bëjnë nartën një ndër vendbanimet më të veçanta për tu studiuar. Shumë interesant është emri narta, shumë diskutime ka dhe për këtë. Një variant zyrtar është që është një nga toponimet slave të kohës së vërshimit slav në gjithë zonën, siç janë për shembull toponimi i Zvërnecit, i Novoselës, i Cerkovinës, që janë slave. Mendohet që mund të jetë edhe kjo, sepse nënkupton, domethënë ka kuptimin kejp në slavisht. Ka një shpjegim shumë të bukur në gjuhën shqipe, fjala narta, është që përafron të artën dhe arin. Ruajtja e identitetit të këtij grupi etnik. Kanë ruajtur një identitet në shekuj, në një mënyrë që unë do ta krahasoja vetëm me mënyrën se si arbreshët e Kalabrisë kanë ruajtur identitetin shqiptar. Aleksandr Zoga, kryetari i shoqatës së nartës, e ka cilësuar këtë aktivitet si një udhëtim në një prej thesareve më të çmuara të vendbanimeve shqiptare. Sipas tij, narta është një univers i gjallë, ku mund të gjesh të gërshetuara kulturën, traditën dhe historinë. Zoga thotë se të tilla aktivitete mbajnë gjallë identitetin, duke trashëguar vlerat që ka narta nga brezi në brez. Sot përmes kësaj seance tematike do të udhtojmë përmes drejt një prej thesareve më të çmuarave të rajonit tonë, nartës. Por ky nuk do të jetë një udhëtim i zakonshëm gjeografik. Do të jetë një eksplorim i thellë artistik emocional, ku narta shfaqet përmes gjyrave, kujtesës dhe shpirtit kryes të profesor Vaso Patës. E mbështetur në veprën e autorit, profesorit Vasos, kjo qasje na fton të shohim nartën jo thjesht si një vendbanim, por si një univers të gjallë artistik, ku historia, tradita dhe identiteti ndërthure natyrshëm me pikturën. Përmes shtëpive, rrugicave, kishave, aromave, shijeve dhe portreteve njerëzore, ne, nëpërmjet këtij libri, do të zbulojmë një realitet që tejkalon kohën dhe mbetet i gjallë në kujtesën tonë kolektive. Shkrimtari Albert Habazaj, duke vlerësuar aktivitetin, thotë se i shton vlerë Universitetit Ismail Qemali. Sipas Habazaj, stafeta e maratonomakut Univlora nuk do të mbetet me kaq, por do të vazhdoj me zbulimin dhe evidentimin e vendbanimeve të tjera historike e me vlera të Vlorës. Narta përmes pikturës, duke pasur si trampolin librin vizionar me të njëjtin titull të kulturologut, fizikanit artist, poetit të fizikës Vaso Pata. Ky libër është porta shkrimore në rrafshin e turizmit kulturor për nartën, së cilës janë kushtuar rreth 200 piktura. Me këtë veptari sot nisi udhëtimin maratonomaku Univlora, një vendbanim, një histori. Ndalesa e maratonomakut, narta përmes pikturës, ishte një aktivitet i cili ka lançuar nisjen e një cikli prezantimesh që kanë për qëllim promovimin e një vendbanimi, një historie, fillimisht nartës përmes ngjyrave, kujtesës dhe artit.